shtetëror, para mlefeve, e inateve, e interesave partijake, ashtu si shbëm ne në vitin 2020, aktualisht po i mungon opozitës. Prandaj caktimi i mandatarit të dytë në këto rrethona bëhet domosdoshmëri. Nëse ajo çfarë duhet për miratim të buxhetit, që nga që buxheti dorëzohet nga një qeveri fuqiplot, atëherë le ta votoj opozita një qeveri të udhëhequr nga Glauku, e cila e dorëzon buxhetin për miratim në Kuvend të Republikës. E me këtë evitojmë edhe mbajtjen e dy par zgjedhjeve brenda pak muajsh. Në vend se të paguaj miliona euro për një palë zgjedhje më tepër sa që duhet, ato para mund të shfrytëzojmë në të mirë të qytetarëve. Pra, ky veprim i yni për mandatarin e dytë është në funksion edhe të miratimit buxhetit, i cili siguron pagat, pensionet dhe vazhdimsinë e pagesave që mbështesin ekonominë e vendit, si dhe eviton shkuarjen në dy palë zgjedhje njëra pas tjetrës në kohë shumë të shkurtër. Me këtë veprim, ne si lëvizje vetëvendosje edhe një herë tregojmë se interesi i shtetit për ne vjen në rend të parë secilën herë çdo herë. Ju falemnderit shumë për vëmendjen dhe më lejoni që të kërkoj miratimin e Këshillit Përgjithshëm të lëvizjes vetëvendosje për ta dërguar emrin e Glauku Konjufsës te presidentja e Republikës Vjosa Osmani për tentimin e dytë për formimin e qeverisë së Republikës Kosovës. Faleminderit edhe një herë. I dashuri bashkëkohëtar i fillimit të rrugtimit ton, i nderuari kryetar i vetëvendosjes, kryeministri i Republikës, miku im Albin Kurti, më leja që qysh në fillim du me të siguru diçka që populli shumë shpejt pret që ti të rikthesh edhe më fuqishëm se në vitin 2021.